Përshëndetje të dashur teleshikues, po fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Kryetarja e Bashkisë Eriselda Sefa dhe Ministri i Bujqësisë Andi Salla morën pjesë në ditën fushore në qendrën e transferimit të teknologjive bujqësore në Lushnjë, ku prezantuan risitë dhe teknologjitë e reja për modernizimin e bujqësisë. Kryetarja e Bashkisë Eriselda Sefa së bashku me Ministrin e Bujqësisë Andi Salla morën pjesë në ditën fushore të organizuar në qendrën e transferimit teknologjive bujqësore në Lushnjë, një aktivitet që solli në vëmendje risitë më të fundit në sektorin e bujqësisë. Gjatë aktivitetit u zhvilluan demonstrime praktike për mbrojtjen biologjike të bimëve, përdorimin e varieteteve të reja të perimeve, teknikat e plehërimit organik si dhe rëndësinë e ruajtjes së resurseve gjenetike. Fermerët dhe specialistët patën mundësinë të njihen nga afër me teknologji dhe metoda bashkëkohore që synojnë rritjen e prodhimit, uljen e kostove dhe mbrojtjen e mjedisit. Pjesëmarrësit theksuan rëndësinë e bashkëpunimit mes institucioneve kërkimore dhe fermerëve për të përballur sfidat e bujqësisë moderne. Qendra e transferimit të teknologjive bujqësore në Lushnjë vazhdon të mbetet një pikë referimi për zhvillimin e sektorit, duke sjellë dije, inovacion dhe praktika të avancuara në shërbim të fermerëve. Ky institucion luan një rol të rëndësishëm në modernizimin e bujqësisë shqiptare, duke ofruar zgjidhje konkrete dhe të qëndrueshme për rritjen e produktivitetit dhe cilësisë së prodhimeve bujqësore. Aktivitetet të tilla shërbejnë si një urë lidhëse mes kërkimit shkencor dhe praktikës në terren, në mbështetje të zhvillimit të qëndrueshëm të bujqësisë. Plagosi me thik një shtetas gjatë një debati për motive të dobta. Arrestohet nga policia 19 vjeçari në Lushnjë. Policia arreston një 19 vjeçar se plagosi me thik një shtetas 26 vjeç në Lushnjë. Gjatë kontrollit në banesën e tij, policia gjeti dhe sekuestroi 48.160 euro dhe $7.200 të dyshuara të falsifikuara që dyshohet se do të nxirreshin në treg. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, shërbimet e komisariatit të policisë Lushnjë, menjëherë pas njoftimit se në spital ishte paraqitur për ndihmë mjekësore shtetasi EÇ 26 vjeç, i plagosur me mjet prerës thik, organizuan punën për zbardhjen e ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorit. Si rezultati i veprimeve të shpejta hetimore, brenda pak ditësh u identifikua, u kap dhe u vu në pranga shtetasi DH, 19 vjeç, banues në fshatin Stan Karbunar, Lushnjë. Nga hetimet dyshohet se ky shtetas pas një konflikti për motive të dobta ka plagosur me thik shtetasin EÇ, i cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Gjatë kontrollit të banesës së 19 vjeçarit, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan 48.160 euro dhe $7.200, të cilat dyshohet se janë të falsifikuara dhe posedoheshin me qëllim nxjerrje në qarkullim. Në vijim të veprimeve procedurale, specialistët e seksionit për hetimin e krimeve kundër personit në DVP-Fier arrestuan shtetasin DH për veprat penale, plagosja e rënd me dashje dhe falsifikimi monedhave. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprimet të mëtejshme. Fermerët në Fier po heqin dorë nga gruri duke ulur ndjeshëm sipërfaqet e mbjella. Myzeqeja po humbet gradualisht identitetin e saj si zona kryesore e prodhimit të drithrave në vend. Kultivimi i grurit në qarkun Fier vijon të shënojë rënje të ndjeshme nga viti në vit. Në Boçov të njësisë administrative Levan kanë mbetur vetëm 3 kultivues nga 60 fermerë që numëroheshin dikur dhe nga 100 hektarë sot kultivohen vetëm 30. Kultivuesi më i madh i zonës Ismet Gega pohon se arsyet kryesore që kanë ndikuar në rënjen drastike të sipërfaqeve të mbjella me grur janë shpopullimi masiv dhe mungesa e tregut. Sipërfaqet e grurit kanë dhe arsyet e rënies së sipërfaqeve të grurit është mos konsumi këtu i njerëzve që nuk e blejnë. Për shembull, unë kam hasë vështësi për jetën tim, pavarësisht se unë kam çuar në fabrikat e miellit dhe në blegtori, për shembull te pularia, e kam çuar grurin. Kjo tregon që nuk ka konsum të brendshëm. Ndërkohë në Shën Pjetër të njësisë administrative Levan kanë mbetur vetëm 7 hektar nga 180 që kultivoheshin dikur. Shteti e ka më mirë të mbush kamionët me miell nga Serbia, thot kultivuesi Mili Sako, ndërsa grurin vendas e nxjerr jashtë standardeve. Sot kanë humbur gati 80% e kultivuesve. Kemi ngellur një 3-4 veta ne që punojmë, marrim tokat me qira, që akoma po i marrim një tokat. Por jemi futur jonxhave, më shumë ministrave sepse gruri s'ka interes. Sa është sipërfaqja sot që kultivohet?
grur, mund jenë 5 deri 7 hektar në tërë fshatit. Nga 180. Nga 180, 5 deri 7 hektar. Më tepër s'ka. Cilat janë arsyet? Në shumë e thjeshtë. Arsyeja është inkurajimi që i bën qeveria këtij prodhimi. Prerja e fytit. Pa e prerë fytit, ç'smerr me frymë. Sepse ai thotë grur ka Maqedonia i del më lirë, ka Serbi del më lirë. Tregtarët na shikojnë neve dhe s'ka gluten gruri jon. S'ka gluten njerëzve, po pleun e duan ato shesin. E marrin pleun, se do i hedhin tira gjërave. Sipas fermerit Ilirian Jano, në zonën e rreth Lipofshës, nga 400 hektar kanë mbetur vetëm 30. Pesticidet e shtrenjta, mungesa e farrave cilësore dhe mungesa e tregut kanë ulur ndjeshëm interesin e fermerëve të zonës për këtë kulturë. Farat kanë qenë të dobta, rendimentet kanë qenë të ulta, shpenzimet kanë qenë të mëdha. Këto kanë ndikuar që sipërfaqja të ulet. Ndërkohë, sipas të dhënave të marra pranë drejtorisë së bujqësisë Fier në vitin 2025, sipërfaqja e mbjellë me grur arrinte në 8.954 hektar, ndërsa në vitin 2026 ka zbritur në 7.127 hektar, me një tkurrje prej 1.800 hektarësh. Po sipas të njëjtave burime, edhe prodhimi ka psuar rënje nga 34.884 ton në vitin 2025, prodhimi pritshëm arri në 28.707 ton në vitin 2026. Dikur Myzeqeja konsiderohej hambari i Shqipërisë, duke furnizuar një pjesë të madhe të vendit me drithra, ndërsa sot shifrat tregojnë një realitet krejt tjetër. Debatet e forta pati sot në kuvent mes kryetarit të grupit të Partisë Socialiste Tauland Balla dhe kryetarit të Partisë Mundësia Agron Shehaj për pronat dhe protestën. Debatet e anshpra ka patur në seancën plenare mes krehut të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla dhe krehut të Partisë Mundësia Agron Shehaj lidhur me protestën qytetare. Balla akuzoi Shehajin për përveçsimin e regjistrit të antarësisë së Partisë Demokratike, duke deklaruar se këtë ja kishte pohuar ish-kryetari i PD-s Lulzim Basha. Mëtej ai hodhi akuza edhe lidhur me çështje pronash, duke përmendur emrin e Shehajt. Ky Agron Shehaj që vërtet ky ka hall tjetër, s'ka lidhje fare me protestën. Ky s'ka lidhje fare me protestën. Halli i tij është djali i Xhaxhait Agim Shehaj, i cili është një ndër personat që ka manipuluar pronat atje, që është hetim. Ky vërtet për pronat e djalit Xhaxhait s'ka lidhje fare ky me s'ka. E di gjithë Vlora se sa hektar toka Agim Shehaj. Unë të sfidoj, ikim tani të dy, dalim nga salla dhe shkojmë Vlorë dhe sqarojmë Vlorën për problemet që ke ti dhe Agim Shehaj. Ty, këta këtu, o agron, pusoti porta borsa, o agron. Këta këtu të besuan vetëm regjistrin e partisë, edhe atë u avodhe. Imagjino, vetëm regjistrin e partisë. Ma ka thënë Luli se tani do i tregojmë të vërtetat. Kurse Agron Shehaj i cilësoi deklaratat e Ballës si shpifje dhe tha se kuvendi duhet të shpërndahet, pasi sipas tij qytetarët kanë humbur besimin tek përfaqësuesit e tyre. Duke ju referuar protestave të fundit, Shehaj u shpreh se kërkesat e qytetarëve nuk mund të injorohen. Fatkeqësisht, unë dhe familja ime dhe fisi im nuk ka marrë asnjë metër katror nga çfarë i takonte dhe ti je një shpifës ordiner, po kjo nuk është një gjë e re se këtë e dinë gjithë dhe unë nuk kam ndërmend Tauland të merrem me këtë gjë. Por që ajo që duhet të kuptojmë, ju realisht injoroni faktet, ore po ndodh një ndryshim i jashtëzakonshëm. Taulanti thoshte, mos u merrni me këtë, kur unë u aplasja në fytyrë protestat e qytetarëve në rjoll dhe këtu eshni të gjithë. Taulanti thoshte, lëreni këtë s'është i çmendur ky. Lëreni këtë thoshte Taulanti, ishte i çmendur ky. Nuk isha i çmendur unë Taulant. Sillja këtu zërin e qytetarëve. Ata që sot duan kokën tuaj, që ju duan në burg dhe do shkoni në burg. Nuk ju shpëton asgjë. Asnjë shpifje, asnjë mashtrim, asnjë gënjeshtër, asnjë kërcënim. Do shkoni në burg, si Veliaj, si Ahmetaj. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se Amerika i ka hequr kufizimin e vizës. Ai ka bërë thirrje nga kuvendi për të dëgjuar protestuesit.
Pas më shumë se 5 vitesh, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë hequr kufizimin e vizës kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha. Lajmi u konfirmua nga vetë Berisha, i cili hyri në sallën e kuvendit mes duartrokitjeve të deputetëve demokrat. Unë erdha, u krye, u shpreha i shkurt nga kuvendi. Ndërsa jashtë sallës, u tha gazetarëve se nuk bëi fjalë për një status non grata, po për heqjen e kufizimit të vizës nga SBA. Deri tani nuk ka pasur një reagim zyrtar nga ambasada amerikane lidhur me deklaratat e kreut të Partisë Demokratike. U ktheva. Zoti Berisha, mund të na konfirmoni me kë keni komunikuar? Të gjitha. I ka tani gjërsa jam këtu, do thot kam patur komunikim zyrtar, se përndryshe po. Me zonjën banhor, ju lutem? Nuk ka, do në për gjërsa jam këtu, unë kam patur komunikim zyrtar. E gjitha çka mund të them, unë u ktheva. Është non grata vetëm për ju apo për gjithë familjarët? Sali Berisha nuk ka qenë kur non grata. Tjeni sigurt. Ka qenë se kemi njoftim me Blinkenin, zoti Berisha. Prit, jo, prandaj dhe, qofse don tani, unë po them. Më pas nga foltorja e kuvendit, Berisha reagoi edhe për protestën e qytetarëve, e cila sipas tij po merr për masa masive. Ai u bëri thirrje institucioneve që të dëgjojnë kërkesat e protestuesve, duke paralajmëruar se mosmarrja në konsiderat e tyre do të ishte një gabim me pasoja për historinë shqiptare. Ata janë qytetarë shqiptarë, janë parazgjithash të ri shqiptarë, të cilën protestën e tyre me një gjë janë 100% të sinqertë. Duan që ëndrrën ta vendosin në këtë vend. Duan që me ëndrrën e tyre të bëjnë Shqipërinë. Ndaj dhe mos merremi me asgjë tjetër, të merr me plotësimin e kërkesave të tyre. Kërkoj urgjentisht debat, mocion me debat me kreun tuaj. Kërkoj urgjentisht që parlamenti të ketë në agjendë të vetmën çështje kërkesat që janë absolutisht legjitime, mbasi të gjitha ligjet që keni ndryshuar janë antikushtetuese. Sot u bën 27 vjet nga tërheqja e forcave serbe. Kosova kujton fundin e pushtimit dhe rrugën drejt pavarësisë. Kosova shënon sot 27 vjetorin e tërheqjes së forcave ushtarake dhe paramilitare serbe, një ngjarje historike që shënoi fundin e pushtimit serb dhe hapjen e rrugës drejt lirisë dhe pavarësisë së vendit. Pas 78 ditësh bombardimesh të NATO-s dhe rezistencës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës në terren, autoritetet serbe u detyruan të nënshkruanin marrëveshjen e Kumanovës më 9 qershor 1999. Dokumenti u firmos nga komandanti i parë i KFOR-it në Kosovë, generali britanik Michael Jackson, dhe ish shefi i shtabit të ushtrisë jugoslave, generali Nebojša Pavković. Marrëveshja parashikonte tërheqjen e plot nga Kosova të gjitha forcave ushtarake, policore dhe paramilitare serbe, përfshirë ushtrinë e rregullt, njësitë speciale, rezervistët dhe shërbimet e sigurisë. Po ashtu u përcaktuan zona sigurie toksore dhe ajrore përgjatë kufirit me Republikën Federale të Jugosllavisë. Më 10 qershor 1999, NATO ndërpreu fushatën ajrore, pasi u konfirmua nisja e tërheqjes së forcave serbe nga territori i Kosovës. Në të njëjtën periudhë nisi vendosja e forcave paqëruese të KFOR-it dhe misionit të Kombeve të Bashkuara UNMIK, i cili administroi Kosovën deri në shpalljen e pavarësisë më 17 shkurt 2008. Për qytetarët e Kosovës, kjo datë mbetet një simbol i çlirimit, sakrificës dhe fillimit të ndërtimit të shtetit të pavarur. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.